12 armët më të fuqishme ushtarake në veprim. Sot tregojmë 12 armët më të fuqishme në botë. Por së pari, abonorin kanalin tonë dhe shtypni zilen, ju sjell 10 vite fat të mirë. Ju kujtojmë këto makina vetëdrejtuese me mini armë nga Terminator 3? Kur shikoni robotin Uran 9 dhe masterin e misionit gjerman Rheinmetall, dhe ju them se është Skynet, vetëm një mendim ju vjen në mendje: robot. Uran 9 është një tank prej 10 tonësh me telekomand që mban 4 raketa antitank, një armë prej 10 mm, plakedës dhe një mitralos. Sigurisht, nuk është aq i lezetshëm sa robotët nga filmi, por edhe sot, një duzin për këtyre robotëve mund të patrullojë një zonë prej disa kilometrash, plus shumë armë njerëzore dhe të kalibrit të vogël janë të padobishme kundër armaturës së saj. Ky transportues i blinduar i personelit gjerman Rheinmetall Mission Master me telekomand i ndihmon ushtarët transportojnë sende personale, armë, municione dhe ngarkesa të tjera që peshojnë deri në 600 kg në çdo vend të vështirë për t'u arritur. Është gjithashtu i armatosur me mitralos dhe raketa MLR-14 70 mm. Sa e mrekullueshme duket kjo, e vetmja gjë që i mungon këtij automatiku është vetdia. Bombat thërmuese janë bombat ajrore më të frikshme në histori. Një bombë e tillë, CBU-50